USHT-ja sot i tha një jo të madhe ndryshimeve të ligjit për arsim të propozuar nga ana e qeverisë së Maqedonisë. Në debatin publik për ndryshimet në ligjin për arsim, në të cilën ishte edhe pjesëmarrës edhe vetë Ministri i Arsimit Abdileqim Ademi, profesorët e USHT-s bashkë me student i arsyetuan të gjitha propozimet, duke thënë se këto ndryshime ligjore cënojnë autonominë e universitetit, cënojnë profesorin si dhe shndrojnë universitetin në një vegël të qeverisë. Mersim Maksuti, dekani Fakultetit Juridik, tha se propozimet e bëjnë USHT-n të pafunksionueshme dhe se ligji i parapar për honoraret e bën këtë universitet që të mos funksionoj, duke pas parasysh ligjin. Njëkohësisht edhe ligji ku thotë se vetëm 5 universitete të cilat janë të parat në listën e Shangajit kanë të drejtë të ciklit të tretë të studimeve. Në qoftë se do të donim ta zgjidhnim, atëherë ne duhet krijonim thjesht një aneks të veçantë vetëm për Universitetin Shtetëror të Tetovës, sepse Universiteti Shtetëror i Tetovës nuk mund të jetë i barabartë me një universitet i cili thjesht ka 50 vjet përvojë, ka prodhuar profesora inordinar në aspektin kadrovik, në aspektin infrastrukturor, në aspektin e ulëmtimit shkencor e kujt çfarë. Domethënë gjitha gjërat ai është 50 vjet para. Dhe kjo i bie se unë duhet dal 100 metre të vrapoj, ai tjetë 50 metre para mu, unë të vrapoj me 50 metre pas atij dhe në fund unë dali barabartë me atë. Këto propozime në përgjithësi shkaktojnë një pasiguri të juridike të qytetarët në përgjithësi, po ashtu edhe të studentët dhe persona që do të garojnë në tregun e punës në të ardhmen. Këto propozime e zhdukin komplet sistemin 3 vjeçar të studimeve, çka ishte në zbatim deri tani. Propozimet e reja parashojnë studime 4 vjeçare dhe studime master 2 vjeçare. Në 2, propozimet e reja po ashtu parashojnë që Universiteti Shtetëror i Tetovës mos mund të akreditojë programe të doktoraturës, ndërsa në proces në Universitetin Shtetëror të Tetovës janë për akreditim më tepër programe të doktoraturës, që tani eventualisht me miratimin e këtyre propozimeve e gjithë kjo punë do të shkojë huq. Çdo ligj që vjen duhet plotësoj 3 elemente. Elementi i parë, ju zoti ministër folet vetëm për pjesën e suksesit, por harruat 2 pjesë tjera. E para është pjesa historike dhe e dita është pjesa e vullnetit të qytetarëve, të cilët do ta përjetojnë atë ligj drejt për së drejtë. Dhe mos përfillja e këtyre 3 elementeve nuk kupton që revoltohen të tjerë. Dhe tash unë kam 2 momente kyç. E para, që nuk është përfill ligji për themelimin e Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe që kemi të garantuar me marrëveshjen e Orit dhe këto dhe shumë ligje tjera që të cilën dhe pas kësaj pikërisht shkelin këtë postulat që kemi fituar me shumë mundne. Dhe dita, zoti ministër, ju jeni dëshmitar që në vitin 2004, po i njëjti ministër zoti Pollozhani, në atë kohë na solla një vendim nga akreditimi, privremen osnivanje na država Universitet do Tetovo. Vetëm përkohësisht ne e humbëm atë kredibilitetin tim në raport me ministrin. Sa keni bërë ju si ministri dhe si qeveri, sa keni investuar, sa i keni ndihmuar këtë institucione që vërtet të kërkoni kushte dhe kritere dhe atë që i kërkoni sot dhe kemi propozuar me arsimin e lartë. Gjitha, ne kemi akredituar këto programe studimore ku nuk kemi punësuar staf akademik të mirëfillt që të paguhen me pagat e buxhetit të Republikës së Maqedonisë. Përderisa 65% të stafit tonë të angazhuar i kemi nga jashtë part-time. Dhe si mund të kërkojmë prej stafit 65% part-time që ne të plotësojmë kritere e kushte me këto standardet më të rrepta sot që i kërkon propozimi për arsimin e lartë. Përderisa 35% vetëm e stafit tonë është full-time. Në anën e kundërt situata është krejtësisht ndryshe. Janë të reaguar universitetet tjera më lartë për arsye se të gjitha kushtet janë në favor dhe në anën e tyre. 90% e stafit të tyre është i mbrenshëm full-time, vetëm 10% e kanë të huaj, gjë që të ne do të krejtësisht është situata e dhimbshme. Ministri Abdileqim Ademi në të shumtën e rasteve është përgjigjur në mënyrë të njëjtë, duke thënë se qëllimi është që të kemi një arsim më cilësor dhe adekuat. Përpara që studentët aktual as pak nuk i tangon provimi shtetëror, sepse thash të vlej për të ardhmen.
Dhe e dyta, ne studentëve duhet të garantojmë cilësi, duhet të garantojmë përveç kushteve, duhet të garantojmë që kur do të dalin nga bankat e universiteteve do të jenë të aftë, të vetë punësohen ose të gjenë punë, ose të jenë konkurent në tregun e punës. Nëse këtë nuk arrim të bëjmë, atëherë sigurisht që nuk kemi arritur ta realizojmë misionin e universitetit, misionin e fakultetit cilin studentët e kanë kryer. Studentët në pyetjet e tyre i thanë ministrit sepse duhet që të debatohet kjo temë kur ai e ka parë reagimin e studentëve. A nuk të mjaftuan 20.000 studentë në rrugë, zotri ministër, për ta marrë përgjigjen e studentëve për provimin shtetëror?